Dy kompani të vendosura në shënjesrën e hetimeve të prokurorisë së posaçme nuk ndalen së fituari miliarda lek publike. Kompania NG Structures nën hetim për një skem të dyshuar kanalizimit të fondeve publike në Bashkinë e Tepelenës, si dhe Alco Impex General Construction, me personazh të dukshëm Arbër Abasin, në hetim për aferat të dyshuara multimiliona euro të irzëvendës kryeministres Belinda Balluku, vijojnë të shijojnë frytet e tenderave. Në vetëm 2 javët e fundit, ato janë shpallur fitues në procedurat të prokurimit publik, ku asnjëra prej tyre nuk rezulton që të ketë dhënë ofertën më të ulët. NG Structures është shpallur fitues me procedurën riveshje me asfalt për vitin 2025 loti 2. Fondi limit për këtë procedurë ishte 119 milion lek të reja, ose rreth 1.2 milion euro. Ndërsa Alco Impex General Construction ka rezultuar me fat në tenderin mbledhje dhe transportimi mbetjeve në zona urbane për Bashkinë Shkodër, zona qytet. Fondi limit i vendosur nga Bashkia drejtuar nga Benet Beci për këtë prokurim ishte 87 milion lek, ose rreth 900.000 euro. Para se të shkohet në detajet e dy tenderave, duhet parë fillimisht se kush janë dy kompanit, çfarë përfaqësojnë dhe për cilat arsye janë vendosur në qendër të hetimeve të SPAK-ut. Pak javë më parë, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit, të mbështetur nga forcat operacionale të Policisë së Shtetit, kryen kontrolle dhe sekuestruan pajisje kompjuterike në zonat e disa kompanive private, kryesisht në fushën e ndërtimit. Subjekti i kontrollit ishte edhe kompania Alco Impex, e menaxhuar nga Arbër Abasi. Prokuroria e posaçme po zhvillon hetime të zgjeruara mbi procedurat 10 miliona euro të zhvilluara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, gjatë kohës që kjo strukturë ishte në varësi të ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Arbër Abasi ka një lidhje familjare me Ballukun, pasi është bashorti i vajzës së tezës së ish numrit 2 të qeverisë. Prokurorët besojnë se fal kësaj lidhjeje dhe jo vetëm, kompania e menaxhuar nga Abasi ka përfituar në mënyrë të padrejtë tendera për ndërtimin e rrugëve. Balluku është marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera për procedurën rreth 200.000 euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Ndërkohë, ajo po hetohet edhe për ndërtimin e thuajse të gjitha loteve të unazës së madhe të Tiranës. Pikërisht këtu po kryen hetime edhe për Arbër Abasin dhe kompaninë e tij. Ai rezulton fitues në procedurën ndërtimi unazës së jashtme Tiranë loti 7 me fond limit rreth 25 milion euro. Në atë procedurë morën pjesë 6 operatorë ekonomik, ndërkohë që 5 prej tyre u skualifikuan. Në fund mbeti në garë Alco Impex, e cila u shpall fituese në bashkëpunim me një tjetër kompani të lidhur me qeverinë, 2T SHPK. Deri më tani prokuroria e posaçme nuk ka publikuar konkluzionet e hetimit për kompanitë që dyshon se janë të lidhura me irzëvendës kryeministren Belinda Balluku. Megjithatë, të dhënat nga burimet e brendshme të SPAK-ut thonë se hetimi është kompleks, pasi po verifikohen informacionet në pajisjet elektronike të sekuestruara gjatë kontrollit të urdhëruar nga gjykata e posaçme. Lorenz Bami është konsideruar prej shumë kohësh si krau i djathi ish kryebashkiaku i gjatë të Tepelenës, Tërmet Peçi. Bami ka mbajtur postin e rëndësishëm të drejtorit planifikimit të territorit në Bashkinë e Tepelenës dhe është akuzuar publikisht se ka përfituar miliona euro nëpërmjet një kompanie të bashkëshortes së tij. Në vitin 2017, bashkëshortja e drejtorit Aleksandra Bami dhe Hekuran Hoxha krijojnë kompaninë e ndërtimit NG Structures. Megjithse me selin në Tiranë, subjekti privat duket se ka qenë shumë i suksesshëm në bashkitë e Tepelenës dhe Gjirokastrës, të drejtuar nga kryetar socialist. Formalisht Aleksandra Bami është larguar nga NG Structures në vitin 2019, duke ju dhëruar aksionet ortaku tjetër Hoxhës. Por të dhënat mediatike kanë ngritur dyshime se largimi ka qenë thuajse fiktiv dhe përfitimet vijojnë të shkojnë në duart e kraut të djathtë të Tërmet Peçit, Lorenz Bami. Akuzat, të cilat fillimisht u trajtuan në investigime mediatike, u formalizuan në një kallëzim të dorëzuar nga Partia Demokratike në prill të vitit 2025. Struktura e posaçme antikorrupsioni, e cila mori rastin në shqyrtim, kriju disa kontrolle pranë bashkisë së Tepelenës në qershor të vitit të kaluar, ku sekuestruan dosja që lidhen me procedurat e prokurimit publik të fituara nga NG Structures. Por jo vetëm. Ish kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi, aktualisht deputet i Partisë Socialiste në Parlamentin e Shqipërisë, u paraqit në fund të nëntorit 2025 në ambientet e SPAK. Megjithse nuk ka asnjë informacion zyrtar se për çfarë është pyetur ligjfënësi nga Tepelena, ka të dhëna të tërthorta se ai është thirrur për tenderat e NG Structures SHPK. Ligjërisht, NG Structures dhe Alco Impex General Construction nuk janë në masën e bllokimit dhe nuk kanë ndalesë për të përfshirë në tendera publik. Megjithse moralisht, institucionet publike do të duhet të bënin sy të katër kur të përballeshin me ofertat e kompanive të përfshira në filtrat e prokurorisë së posaçme. Por ka ndodhur e kundërta. Dy kompanitë janë shpallur fituese në tendera, pavarësisht se nuk kanë pasur ofertën më të mirë të mundshme. E këtu rikthehemi sërish
tek tendrat e fituar së fundmi në Vlorë dhe Shkodër nga NG Structures dhe Alko Impex. Në shkurt të vitit 2026, Bashkia e Vlorës në drejtimin e Bruna Mersinit shpall tenderin riveshje me asfalt për vitin 2026. Fondi limiti ishte 136 milion lekë të reja ose afërsisht 1.5 milion euro. Shuma është e lartë, por nevoja e Vlorës është arnimi e rrugëve të shkatëruara tejet e qytetit dhe mund të duket e justifikuar, aq më tepër që po afron sezoni turistik. Në tender marrin pjesë 8 operatorë ekonomik, mes të cilëve NG Structures në pronësi zyrtare të Hekuran Hoxhës. Prej tyre 2 konkurrentë u skualifikuan, mes të cilëve dhe operatori që ka paraqitur ofertën më të ulët. Sipas Bashkisë së Vlorës, oferta prej 94 milion lekë ose 1 milion euro ishte anomalisht e ulët. Në këto kushte administrata e Bruna Mersinit shpall fitues operatorin me ofertën e dytë më të ulët, NG Structures. Kompania skualifikuar ankohet pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Struktura që vepron si shkallë e dytë për tendrat publik mbajtë qëndrimin se NG Structures duhet të ishte fituese, pavarësisht se oferta e saj ishte e lartë. Shumë ndryshe paraqitet situata në Shkodër. Kryebashkiaku Benet Beci në fund të marsit 2026 hapi tenderet e pastrimit të qytetit. Procedura mbledhje dhe transportimi mbetjeve në zonat urbane për Bashkinë Shkodër, zona e qytet kishte fondin limit rreth 910.000 euro. Dokumentat zyrtare tregojnë se në garë kanë marrë pjesë vetëm 2 operatorë ekonomike, Alko Impex General Construction dhe Rej SHPK, 2 kompani të cilat kanë vendosur një lloj hegemonie në tregun e pastrimit të qyteteve të ndryshme. Kompania menaxhuar nga Arbra Bazi, Alko Impex, paraqitet me ofertën 84 milion lekë të reja ose rreth 97% të fondit limit. Ndërsa subjekti Rej SHPK e familjarëve të ish kryebashkiakut demokrat të Pogradecit Eduard Kapri nuk paraqitej asnjë ofertë ekonomike, duke bërë një hyrje në dukje fiktive në këtë procedurë që përfundoi automatikisht tek Alko Impex. Tenderi më i fundit për pastrimin e qytetit të Shkodrës nuk është rasti i parë një lloj forme bashkëpunimi mes kryebashkiakut Benet Beci dhe kompanisë menaxhuar nga Arbra Bazi. Në prill të vitit 2024, administranta e drejtuar nga Beci shpalli Alko Impexin, fitues në tenderin me të njëjtin objekt për pastrimin e qytetit të Shkodrës. Në atë kohë fondi limit ishte rreth 220 milion lekë të reja ose rreth 2.4 milion euro. Në atë garë krahas Alko Impex morën pjesë edhe Rej SHPK dhe Grup. Ky e fundit u skualifikua pasi nuk ishte paraqitur dokumentacionin e nevojshëm. Tenderi shkoi për kompaninë menaxhuar nga Arbra Bazi me ofertë diçka më shumë se 2 milion euro. Më herët në janar dhe prill 2023, Alko Impex u shpall fituese në 2 tendera emergjent për pastrimin e zonës qendrore të Shkodrës, me një fond limit total që kalonte 1.2 milion euro. Në njërin prej tyre, të zhvilluar në janar të atij viti, 2 konkurrentët në garë të Alko Impex e Rej, por dhe Ante Group, të cilat u skualifikuan paraprakisht për mungesë dokumentacioni.